Shumë, po është shumë i ngotshëm. Ndoshta kish qenë ma rrugës mas një riorganizimi që ka bërë, se di që Liria i ka marrë shumë lojtarë edhe dëshmon futbollin ton. Edhe nëse kanë menuar që Leci është një trener i cili ka të vështirë menaxhimin e kushtimisht themi emnave të mëdhej të futbollit ton, atëherë ndoshta ka qenë më rrugës që në para sezonës të ndajnë rrugët, për shkak se këtu nuk ka humbë vetëm Leci, por kanë humbë edhe vetë Liria. Kështu që unë po besoj që kanë gabu shumë rënd për shkak se ku kanë qenë ata, nga ju erdhi ai mendim ta shkarkojnë një trener i cili 11-12 ndeshje nuk ka pësuar asnjë humbje. 6 fitore, 4 barazime, humbja e vetme ndaj të Tottenhamit. Po tash ai qysh mundet me shku tash prap treneri Liridon një skuadër tjetër edhe me mendu se cilën ndeshje që pa marrë parasysh të kalumen në atë klub ku është. Nuk ka humbë 10 ndeshje, 20 ndeshje, si të vjen humbja aport i ki mu shkarku. Kjo nuk është edhe shumë korrekt. Nuk është trajtimi i duhur për trenerët vendor nga klubet? Nuk kisha thonë për trenerët vendor, sa kisha thonë që është një menaxhim